Në këtë moment, pa e ditur ti, dikush është duke përmendur emrin tënd në një lutje të heshtur. Nuk ka zë, nuk ka dëshmitar, vetëm një zemër që flet drejt për drejt me Zotin për ty. Ti ndoshta je ngjeri i lodhur kohët e fundit. Ka ditë kur gjithçka duket e rënd, kur mendon të dorëzohesh, por diçka brenda teje të ndalon, një forcë e padukshme që të mban në këmbë. Kjo nuk është rastësi, sepse çdo herë që ti ndihesh në kufi, ajo lutje bëhet më e fortë. Dikush po lufton shpirtërisht për ty, pa kërkuar asgjë në këmbim, pa pritur që ti ta dish. Ndoshta ke menduar se je vetëm, por nuk je. Ka një lidhje që nuk e sheh, një energji që të rrethon, një mbrojtje që nuk mund ta shpjetosh. Dhe sot për herë të parë, do të fillosh ta ndihesh më qartë, sepse ajo që po ndodh është më e thellë se sa mendon. Ka pasuar momente kur diçka e keqe mund të kishte ndodhur, por nuk ndodhi. Një vendim që ndryshoi në sekondën e fundit, një rrugë që nuk e more, një fjalë që nuk e the. Dhe më vonë mendove, ishte thjesht fat. Por nuk ishte, sepse ndërsa ti vazhdoje jetën tënde, dikush ishte zgjuar natën duke u lutur për ty, duke kërkuar mbrojtje, drejtim dhe dritë në rrugën tënde. Dhe çdo lutje krijon një val që lëviz përtej kohës dhe hapësirës, që prek realitetin tënd dhe ndryshon rrjedhën e gjërave në mënyra që ti nuk i kupton. Kjo është arsyeja pse disa gjëra nuk ndodhen, pse disa rreziqe u zhdukën para se ti shije. Ti mendon se ke shpëtuar rastësisht, por dikush ka qenë duke të mbrojtur në heshtje. Ndonjëherë ke ngjer një qetësi të papritur, në mes të kaosit, në mes të ankthit, papritur gjithçka qetësohet për disa sekonda, sikur dikush të ketë prekur shpirtin. Ajo ndjesi nuk është imagjinat. Është momenti kur një lutje arrin tek ti, kur energjia e dikujt tjetër që po lutet për ty prek jetën tënde në mënyrë direkte. Një lidhje që nuk ka nevojë për fjalë. Dhe kjo ndodh më shpesh se sa mendon. Sa herë ke ngjerë se gjithçka po bie dhe papritur gjen forcë për të vazhduar. Sa herë ke menduar të dorëzohesh, por nuk e bëre. Dikush ishte aty, në heshtje, duke të mbajtur. Dhe sot, kjo e vërtet po bëhet më e qartë për ty. Por pyetja mbetet, kush është ky person? Dikush që e njeh, apo dikush që e ke harruar, apo ndoshta dikush që nuk e ke menduar kurrë? E vërteta është, jo çdo lutje vjen nga vendi që pret. Ndonjëherë është dikush nga e kaluara jote, dikush që ende kujdeset për ty, edhe pse nuk jeni më afër. Ndonjëherë është një shpirt që të do, edhe pa qenë pranë. Dhe ndonjëherë është dikush që ti nuk e ke kuptuar kurrë sa shumë të ka dashur. Dhe ndërsa ti vazhdon jetën, ai person vazhdon të përmend emrin tënd, çdo ditë, në heshtje. Ka një arsye pse nuk është zbuluar deri tani, sepse disa lidhje janë më të forta kur nuk shihen. Nëse do ta dije menjëherë, ndoshta nuk do ta kuptoje vlerën e saj, nuk do ta ndjeje thellësinë e kësaj dashurie të heshtur. Sepse kjo nuk është thjesht kujdes, kjo është sakrificë. Dikush që lutet për ty, po jep kohën e tij, energjinë e tij, shpirtin e tij për të mbrojtur ty. Pa kërkuar falënderim, pa kërkuar njohje, vetëm sepse ti je i rëndësishëm për të. Dhe sot është dita që ti fillon ta kuptosh këtë. Mendo për dikë që ka qenë gjithmonë aty në mënyrë të heshtur, dikë që nuk ka folur shumë, por ka ngjerë gjithçka, dikë që ndoshta e ke nënvlerësuar. Ajo mund të jetë një nën, një gjyshe, një mik, apo dikush që nuk është më fizikisht pranë. Por lutjet nuk ndalen nga distanca. Ato udhëtojnë për te i gjithçkaje. Dhe ndoshta, në këtë moment, ai person është ende duke u lutur për ty, duke kërkuar që jeta jote të ndryshojë, që ti të gjesh paqe, që ti të mos dorëzohesh. Dhe ti, sapo ke filluar ta ndjesh këtë. Dhe tani, po afrohesh tek e vërteta. Ndoshta nuk do të dëgjosh një emër konkret. Ndoshta nuk do të shohesh një fytyrë qartë, por do ta ndjesh. Sepse e vërteta nuk zbulohet gjithmonë me sy, zbulohet me shpirt. Dhe në këtë moment, nëse po e ndjen këtë qetësi,
këtë ndjesi të thellë, atëhera e di kush është, sepse zemra jote e nje. Ka qenë gjithmonë aty, vetëm që ti nuk e kishe vënë re. Tani që e di, mos e shpërfill këtë lidhje, sepse në një botë ku shumë njerëz largohen, dikush ka zgjedhur të qëndrojë në heshtje, duke u lutur për ty. Dhe kjo është një nga dhuratat më të rralla që mund të marrësh. Nëse e ndjeve këtë mesazh, nuk është rastësi që e pe këtë video. Ndoshta ishte ajo lutje që të solli këtu. Dhe ndoshta sot është dita që ti të bësh të njëjtën gjë, të lutesh për dikë tjetër, sepse ashtu si dikush ka qenë dritë për ty, edhe ti mund të jesh dritë për dikë tjetër. Ka diçka që duhet ta kuptosh tani. Jo çdo lutje që bëhet për ty është e qetë. Disa janë të mbushura me lot. Disa janë bërë në momente dhimbjeje të thellë, kur ai person ka ndjerë për ty më shumë se sa ti ke ndjerë për veten. Dikush ka qarë për ty. Ka kërkuar që ti të mos humbasësh rrugën, që ti të mos shkatrohesh nga ajo që po kalon, që ti të gjesh dritë edhe në errësirën më të thellë. Dhe këto lutje nuk humbasin. Ato grumbullohen, forcohen dhe në momentin e duhur kthehen në përgjigje. Ndoshta nuk e kupton ende plotësisht, por shumë nga ajo që ti e quan forcë brenda teje, nuk ka ardhur vetëm nga ti. Ka ardhur nga dashuria e dikujt tjetër, që nuk u dorëzua kurrë për ty. Dhe ka një moment që po vjen. Një moment kur gjithçka do të bëhet më e qartë, kur rruga jote do të hapet në mënyrë që nuk e ke parë më parë. Dhe atëherë do të kuptosh se nuk ishte rastësi që mbijetove ato ditë të vështira. Nuk ishte rastësi që nuk u dorëzove kur gjithçka duke je humbur. Ishte përgjigjja e lutjeve. Sepse ndërsa ti luftoje në heshtje, dikush lutej në heshtje për ty. Dhe Zoti nuk i harron ato lutje. Ai i përdor për të ndërtuar diçka më të madhe në jetën tënde. Dhe ajo që po vjen është prova. Nëse ke arritur deri këtu, atëherë kjo nuk është rastësi. Ka një arsye pse e dëgjove këtë mesazh deri në fund. Ka një arsye pse diçka brenda teje u ndjen ndryshe, më e qetë, më e fortë. Sepse ndoshta, për herë të parë, e kuptove që nuk ke qenë kurrë vetëm. Dhe tani, ndalo për një moment, mbyll syt dhe mendo për atë person. Edhe nëse nuk e di saktësisht kush është, falenderoje, sepse lutjet e ti të kanë mbajtur gjallë në momente që askush tjetër nuk i pa. Nëse e ndjeve këtë, shkruaj në komente, nuk jam vetëm, dhe dërgoje këtë video tek dikush që ka nevojë ta dëgjojë, sepse ndoshta edhe ti je përgjigjja e lutjes së dikujt tjetër.